Përmend Sheikh Zejdi rahimahullah se sa I përket disa ditëve, për disa ditëve domethënë, kanë ardhur tekste domethënë, tekste ku e tregojnë domethënë në mënyrë të veçantë vlerën e agjerimit të atyre ditëve. Vlera e agjerimit domethënë vullnetar për ato ditë. Sikurse e para është këtu thot Sheikh Zejdi rahimullah, është domethënë dita e Arafatit. Yawm Arafa. Kjo domethënë për këtë ditë, e cila është thot Sheikh Zejdi rahimullah dita e 9 të muajit Dhulhijja, domethënë vlera e saj është që I shlyn mekatet, domethënë I falen mekatet personin mekatet e vogla për vitin e kaluar dhe vitin që I vjen domethënë që vjen. Kjo domethënë ka tekste specifike. Por kjo vlen domethënë agjerimi domethënë në ditën e Arafatit vlen për ata që nuk janë në hax, që nuk kanë shku domethënë hax. Që nuk kanë shku domethënë në hax, sepse këtu është përjashtimi për haxhiun, që ai të mos e agjeron domethënë ditën e Arafatit, dhe këtu e ka domethënë për shembulltyr e ka pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, se pejgamberi alaihi salatu wasalam gjatë ditës së Arafatit, siç e do e shohim edhe në vim, nuk agjeronte. Sepse njeriu ka nevojë që në atë ditë me qenë më aktiv në lutjet e tij, në dhikrin e tij, edhe prandaj domethënë në pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk e agjeronte atë ditë që të fokusohet më shumë dhe të përqendrohet më shumë domethënë në lutjet dhe në përmendjen e Allahut subhanahu wa taala. Domethënë haxhiu, I cili është në hax, nuk e agjeron domethënë në ditën e Arafatit, por ata që nuk janë hax, po është e ligjshme dhe shpërblimi është domethënë siç e shohim këtu, është shpërblim madhështor. Po ashtu e dyta ditë që është domethënë e dalluar me shpërblim është dita domethënë e Ashura, dita e Ashuras, e cila është dita e 10 të muajit el Muharram. Të muajit el Muharram është domethënë dita e 10, data 10, është domethënë kjo ditë që më e mirë dhe më e sakta që një ditë para asaj me agjeru dhe pastaj domethënë ditën e 9 dhe ditën e 10. Ose nëse nuk e ka agjeru njeriu ditën e 9, atëherë agjeron të 10-ën dhe të 11-ën. Po edhe nëse agjeron vetëm ditën e 10, domethënë është në rregull dhe ka këtë shpërblim që I falen atit mekatet e vitit të kaluar. Domethënë mekatet e vogla, sepse sa I përket mekateve të mëdha, thotë Sheikh Zejdi rahimullah, që njeriu e ka patjetër të pendohet me pendim të sinqert ndaj Allahut subhanahu wa taala. Pastaj, ditët të tjerë që dallohen me shpërblim është dita e hënë dhe dita e ejtë të çdo javë. Sepse ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se në ato dy ditë shfaqen veprat e njerëzve. Dhe unë e dua domethënë kur shfaqet vepra ime ose veprat e mia të jem domethënë me agjerim. Pastaj po ashtu edhe që jemi tash aktualisht është edhe agjerimi 6 ditëve të muajit të Shevalit, që është domethënë muaj me njerë pas Ramazanit, që jemi tash aktualisht tash aktualisht. Edhe vjen hadithi domethënë në mënyrë të veçantë përmend Ibn Abdul Hadi rahimahullah, ku këtu edhe Sheikh Zejdi rahimahullah ka përmend men sama Ramadana wa atba'ahu 6 min ash-Shawwal kana ka-siyam ad-dahr. Domethënë kush agjeron muajin e Ramazanit, pastaj e pason atë me 6 ditë të muajit të Shevalit, është sikurse ka agjeruar domethënë gjatë tër vitit. Këto 6 ditë të muajit Shevalit, thotë Sheikh Zejdi rahimullah, ka mundësi njeriu domethënë mi agjeru domethënë rresht 6 ditë, domethënë e fillon sot për 6 ditë. Ose është mundësia domethënë edhe me I ndajt. Për shembull në fillim të muajit I agjeron 2 ditë, pastaj 1 ditë, pastaj 2 ditë, pastaj edhe I mbaron domethënë 6.
Dhe e pashë edhe Sheikh Uthemini rahimahullah thot që nëse njeriu prej fillimit fillon me agjeru, do më thonë ditën e hanë dhe ejte të çdo javë, atëherë para se me dal muj, ai plotson 6 ditë. Kështu do më thonë ka agjeru edhe ditën e hanë dhe të ejte, edhe plus e ka arrit do më thonë në shpërblimin e agjerimit të 6 ditëve të muajit të Shewalit. Pastaj e pesta është ato ditë që janë të dalluar, thot Sheikh Zeidi rahimullah, 3 ditë në çdo muaj. 3 ditë do më thonë në çdo muaj. Sepse ka transmetuar Abu Dharr al-Ghifari radiyallahu anhu se ka thënë pejgamberi alayhi salatu wasallam, men sama min kulli shahrin 3 ayamin fadhalika siyamu ad-dahr. Do thonë kush agjeron nga çdo muaj 3 ditë, është sikurse ketë agjeruar do më thonë gjatë gjithë muaj, gjatë gjithë kohës. Sepse Allahu Teala ka thënë, men jaa bil hasanati falahu 10 amthaliha. Kush vjen domethënë me një vepër të mirë, atij i takojnë domethënë në 10 shpërblime, 10 sevape. Domethënë 3 ditë, 3 herë ka 10, 30. Dhe këtu po ashtu, thot Sheikh Zeidi rahimullah, është më e mira që njeriu këto 3 ditë me i bashku me ato ditët e bardha gjatë muaj do më thonë në të cilat janë do më thonë ditët e hijretit, si pas do më thonë në kalendarit hijri, të cilat janë do më thonë dita e 13, dita e 14 dhe dita e 15. Dhe dita e 15, do më thonë, kjo është më e mira, do më thonë, që njeriu kur e sinon këtë shpërblim, që me agjeru do më thonë 3 ditë të çdo muajit, dhe sinon do më thonë shpërblimin se sikur se ka agjeruar gjatë tërë kohës, atëherë do më thonë në i zgjedh këto 3 ditë, ditët e bardha, 13, 14, 15. E thot Sheikh Zeidi rahimahullah, por nëse ndodh që ai gjatë ato ditët e bardha nuk është në gjendje me agjeru, dhe ka agjeruar më para, 7, 8, 9, ose ma vonë ka 20, 22, 23 për shembull, thot Sheikhu, ai e ka arritur shpërblimin. E ka do më thonë në shpërblimin sikur të ketë agjeruar do më thonë gjatë gjithë muajit. Sepse në hadithin e Abu Dharr al-Ghifarit radiyallahu anhu nuk është përmend në mënyrë specifike do më thonë në ditët e bardha, por është përmend do më thonë 3 ditë. Në çdo muaj do më thonë 3 ditë. Kjo o kuptohet do më thonë që nëse ai e bon në fillim të muajit 1 ditë, ka mesi i muajit edhe 1 ditë, edhe në fund të muajit 1 ditë, e arrin do më thonë këtë shpërblim, që është përmend do më thonë në këtë hadith madhështor, i cili e transmeton do më thonë në sahabiu i nderuar Abu Dharr al-Ghifari radiyallahu anhu. Po ashtu thot Sheikh Zeidi rahimahullah, që është po ashtu mirë të agjerohet, është një pjesë të muajit të Shabanit. Një pjesë, do më thonë, të muajit të Shabanit. Edhe do e shohim tash në vazhdim, përmendet në mënyrë do më thonë të veçantë në një hadith, ku tregon nëna e besimtarve Aisha radiyallahu anha se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam do më thonë ka agjeruar gjatë muajit të Shabanit, dhe kjo ka qenë një farë lloj edhe mënyre, thot Sheikh Zeidi rahimullah, si pregaditje për muajin e Ramazanit. Se Shabani është do më thonë muaji para Ramazanit. Që kur të hynë do më thonë, thot Sheikh Zeidi rahimullah, muaj Ramazani, mos me pas do më thonë vështirësi në agjerim. Po ashtu thot Sheikh Zeidi rahimahullah, është çështja e agjerimit të 10 ditët të Dhulhijja. 10 ditët e parë do më thonë të Dhulhijja. Dhe po ashtu thot Sheikh Zeidi rahimahullah, që njeriu me u mundu një pjesë prej muajve të Ashhur al-Hurum, ato muajt e shenjta, që është Dhul-Qa'da, Dhul-Hijja, al-Muharram dhe Rajab. Thonë është e mirë që njeriu në këto muajt të do më thonë Ashhur al-Hurum, muajt e shenjta, me u mundu do më thonë me agjeru. Dhul-Qa'da, Dhul-Hijja, al-Muharram dhe Rajab.
Dhe pastaj thot Sheikh Zejdi rahimullah, pas këtyre ditëve që u përmendën këtu tash, pas kësaj do më thonë njeriu është i lirë me agjeru, do më thonë në sa ka mundësi, a shumë a pak, është do më thonë në njeriu i lirë, por le të jetë do më thonë në atë kufizimin ose kufirin që ka vendosur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ku ka thonë ahabbu siyami ilallahi siyamu Davud, do thonë lloji i mënyrës së agjerimit më i mirë ose më i dashur tek Allahu subhanahu wa taala ka qenë domethënë agjerimi i Davudit alayhi salatu wasalam, kana yasumu yawman wa yuftiru yawman, domethënë agjeronte një ditë dhe një ditë nuk agjeronte. Kjo është domethënë lloji më i dashur të agjerimit tek Allahu subhanahu wa taala. Një ditë me agjeru e një ditë mos me agjeru. Edhe nëse njeriu e ndjen në fillim ndoshta se ka mundësi domethënë në mënyrë të vazhdueshme dhe të pandërprer me agjeru, pra vlet i përmbahet domethënë këtij lloji të agjerimit. Sepse ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është lloji më i dashur tek Allahu subhanahu wa taala prej llojeve domethënë të agjerimit, që një ditë me agjeru e një ditë domethënë mos me agjeru.